فاستوى وقدر فهدى أنزل الكتب وأرسل الرسل لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ومن الشقاء إلى سعادتي الآخرة والدنيا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, nënshtrimet dhe adhurimet më të drejtë i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në falenderojmë për të mirat dhe begatitë e panumërta, e Allahu xhalla shanu kërkojmë falë për gjunahet tona të shumta. Salavat dhe selamet tona dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij, mësimet dhe udhëzimet e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, njeriu është i krijuar nga toka. Ashtu që toka i ka llojet e ndryshme të saj, edhe njerëzit nga natyrshmëria që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka kriju nuk janë të njëjtë. Dallimet tek njerëzit janë të shumta, qofshin ato nga prejardhja, qofshin ato nga shkolla e arsimimit, qofshin ato nga posedimi i pasurisë që njerëzit e kanë, i pozitave e kështu me radhë. Me gjithë dallimet e shumta të cilat njeriu ose njerëzimi i ka në vetveten e tij, është një e përbashkët që i bashkon krejt njerëzit. Amo bashkë krejt njerëzit. Dhe nuk gjen asnjë njeri në këtë botë përveç se synimi dhe qëllimi i tij kryesor në jetën e tij është qysh me kon i lumtur. Kur po flasim qysh me kon i lumtur, po flasim për një shprehje e cila i përmbledh të gjitha synimet që megjithatë njerëzit ndoshta nuk dinë shpeshherë të formulojnë. Ama këtë njerëzit ngajnë që t'jenë pak më rahat. Këtë njerëzit vrapojnë që t'jenë pak më të qetë. Këtë njerëzit vrapojnë që të posedojnë që në fund të arrijnë rahatin dhe qetësinë e tyre të shpirtave të tyre. A arrin njeriu që t'jetë i lumtur apo jo, kjo është një çështje komplet tjetër. Mendoj që secili prej neve mund ta mat lumturinë dhe rahatinë në veten e tij dhe të bëj krahasime të lumturisë dhe të rahatisë në jetën e të tjerëve. Ama a është synim i të gjithëve? Synim i të gjithëve. Problemi i kohës që ne sot po jetojmë, vëllezër nderuam, është se cila është lumturia dhe a ka mundësi me e definu dikush prej neve çka i bën njëri me qenë i lumtur? Çka duhet me plotësu prej kritereve dhe çka duhet me plotësu prej kushteve që dikush të quhet që është i lumtur? Ne sot e kemi një problem të madh, vëllezër, se të tjerët po na i përcaktojnë agjendat e jetës, të tjerët po na i përcaktojnë dhe po na tregojnë madje edhe lumturinë të tjerët na e kanë pikturu dhe në qoftë se njerëzit besimtarë sot nuk arrin të jenë të lumtur, qysh të tjerët e paraqesin, megjithse besimtari ka këtë mirat, ai vetes e tij thotë se nuk jam i lumtur. Sepse lumturia është përkufizu në disa gjëra të caktuara të cilat sot mendoj që secili prej neve i sheh se si reklamohen dhe si paraqiten ato si vlerat reale se çysh duhet me qenë njeriu i lumtur. Në kërkimin e lumturisë të vërtetë, Allahu subhanahu wa taala besimtarëve u ka shkurtuar rrugën shumë. Dhe në momentin që Allahu xhalla shanu ja ka shkurtuar rrugën, i bën që Allahu subhanahu wa taala me rahmetin dhe mëshirën e tij ja ka lehtësuar secilit prej neve se ku duhet kërkohet lumturia, rahatia, qetësia, siguria kështu me radhë dhe çysh duket ajo. Andaj lumturia e ka një adresë. Unwanu saade. Lumturia e ka një adresë. Ai që i plotson çdo 3 kushte, ai veç ka arrit me qenë i lumtur në jetën e tij. Mungesa e njerëz apo e të 3 këto kushteve, besojnë të ndërlëzër se njerëzimin dhe njeriu dhe pjesë e tyre do të jemi edhe ne, do të jemi të palumtur, do të jemi parahatuar, do të jemi të paqetë dhe në fund të ditës me gjithë krejt mirat që i posedojmë e që janë të panumërta. Allahu subhanahu wa taala madje në Kur'an ka thonë: "Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha." O njerëz, veç me u mundu me i numëru të mirat e Zotit nuk keni mundësi. E unë pja jap një propozim, pja jap një sugjerim. Provoni sonte, kur shkoni të shtëpia,
me gruan e familjet e ju, me fëmijën e ju, jepni secilit prej anëtarëve të familjes një letër dhe thuj numëroj të mirat që ti i ki. Edhe let mundohen anëtarët e familjes me bën një garë që në fund kush prej anëtarëve të familjes po numëron begatima shumë. Që aty komi pa dhe gruaja, që aty komi pa dhe fëmija, sa shumë të mira kena e për cilat madje nuk na vjen mend kur as mi falendru Allahun subhanahu wa taala. S'na vjen mend as mi falendru Zotin. Pse? Sepse dikush tjetër na ka përcaktuar çka është lumturia e na pastaj të vrapum as lumturisë imagjinare që të tjerët na kanë ofruar, as nuk po mundna me mri ata, e as nuk po mundna me kënaqsh me ato që na kemi. A dhe ka thonë unwanu saada, adresa e lumturisë është në 3 gjëra. E para për tyre është idha u'tiya shakar, kur jipet diçka, ju kur e fiton. Problemi konceptual i jonë është se na kret çka kena, mënyra se na kena fituar. A rregulli kryesor është se të gjitha na kanë dhuru. Është dallim i madh mes atij që mendon se të gjitha i ka fituar vet dhe atij i cili mendon dhe është i bindur se të gjitha i ka dhuruar për Zotin. Andaj idha u'tiya shakar, kur jipet diçka, ai falënderon. Ky është rregulli i parë i lumturisë. Sepse në momentin që ne kuptojmë se të gjitha i kemi pe Allahu subhanahu wa taala, ne as në moment nuk kemi më mbështet në dijen tonë, as në forcën tonë, e as në aftësitë tona, përkundrazi kemi me kthy tek referenca bazë, tek baza prej kujt na kanë ardhur, kemi me pyet Allahun subhanahu wa taala çish me i përdor këto të mira, e Allahu na tregon çish me i përdor dhe përveç se kemi më kënaq me to, Allahu subhanahu wa taala ka më na shpërbly. Është dallim i madh shumë vëllezër. Andaj Allahu subhanahu wa taala thotë wala in shakartum la azidannakum. Është një fat formulë vëllezër, wallahi, billahi dhe tallahi. Edhe pse zakonisht nuk e kam shumë qejf me bobe, po për shkak të dëshirës të madhe për më përcjell dhe më tregu se kjo është e vërtetë. Nuk ka mundësi me kon ndryshe. Është një rregull i madh i raportit me Allahun subhanahu wa taala, që sa më shumë ti të bësh për Allahun, Allahu ka më të shumë fishu. Ka qenë një për djetarëve ka përmend, thot sohër ka dhonë Allahu ja ka kthy. Sohër ka dhonë Allahu ja ka kthy. Edhe tash një i afër me ti ka po kjo kënaq, edhe po jep, edhe po i kthehen, edhe po fiton sevap. Edhe ja nisën edhe ky me dhon. Po jep, po s'po i kthehen, po jep, s'po i kthehen, po jep, s'po i kthehen. Shkon edhe thot ja am, do më jam. Thot mos po mdel ashtu matematika sikur ty. Thot ti po jep, po ti kthen Allahu subhanahu wa taala. Thot ama është dallim i madh. Thot unë nuk jap për me kthy Allahu, unë jap për Allahun. Thotë ti po jep për me t'i kthy. Në momentin që jep për me t'i kthy ato s'kthehen. Ato nuk kthehen. Pra ta shtylla të ndrum. Thotë Ibn Qayyim thotë kam dëgjuar Sheikh Islam ibn Taymiyyah të thonë, a dini pse Allahu subhanahu wa taala e ka marr Ibrahimin alayhis salam për Mekë? Allahu xhaleshani ka thonë Ibrahimit alayhis salam, o Ibrahim, a din pse të ku marr Mekë? I ka thonë, pse o Zoti i madh? Ka thonë sepse e këto bodën men, që tonë se arri me marë për kësoj gjëmoj, me ndoj kësh me nga mjeftu. I ka thonë Ibrahimit, Allahu xhaleshanu Ibrahimit alësam, ka thonë sepse e kam pa në zemrën tone, se dhanja po është më e dashur për ty se sa marrja. A kupton? Dhanja është më e dashur për ty se sa marrja. Ma shumë po gëzosh kur po jep, se sa kur po merr. E të dhanja dhe marrja nuk është veç financat, nuk janë veç parët. A ma shumë gëzosh kur ja kthen fjalën dikuj, a kur e fal. A ma shumë gëzosh kur e hakmerrësh dikuj, a kur i thua se s'është problemet e kalon. E kështu me radhë në raportet tona të jetës. Andaj dhanja për hir të Allahut subhanahu wa taala është çelësi i lumturisë së njeriu në jetën e kësaj bote. Kujto që i mungon kjo, le ta di se ka bë huqjen e parë, në hapin e parë, që vështirë pastaj me mrite tjera. Andaj vëllezër nderu, dhanja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, se besimtari e bën, është ajo përmes cilës besimtari arrin me i njoft begatitë që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë e pastaj edhe me i shtu ato. Kjo është e parë. E dyta, kanë thonë, cila është rregulli i jetës që njeriu e bën të lumtur, është i dhe betulja sabër. Kur sprovohet, bën sabër. Kur sprovohet, bën sabër. Raporti ju dhe reagimi ju ndaj sprovës, cili është, duhet me kon sabri. Mbështetja në Allahun subhanahu wa taala, durimi për cilin Allahu subhanahu wa taala na tregon se sabërlive dhe durimtarve ju ka dhënë problem pa llogari. Nuk ka llogari që e mat vlerën e sabrit.
Nuk ka llogari që e mat vlerën e sabrit. Amo na kemi një problem. Zakonisht, na sabër menojmë veç kur na des dikush. Kur des dikush që i qërë me dhona u bura pa një sabër. A dini që është një sabër shumë më i rëndë se sa sabri i vështirësive, edhe sabri i sprovave, edhe sabri të lasheve, është sabri negative. Kur njëri është në kulmin e negative, është sabër më të madh dhe në sprovë më të madhe se sa ai i cili është në kulmin e vështirësive. Për të arsye ka thonë, Jusufi a.s. e ka pas shumë më vështirë me bo sabër, kur ja ka mbyll derën ajo gruaja e udhëhecit edhe e kaftu për imoralitet, se sa kur u konë bunari hudhën. Për të arsye kanë thonë disa pejgamberë të hershme, ka thonë jena sprovu me vështirësi kena bo sabër. Ka thonë tash jena sprovu me begati, ka thonë s'po mujna me bo sabër. Cili është sabri jonë përballë vështirësive dhe cili është sabri jonë përballë begative cilat Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë. Andaj vëllezër ndëru, mos harroni se çdo begati cilën Allahu na ka dhënë është sabër, është sprovë. Lenabluwannakum. Allahu subhanahu wa taala po thotë shumë ajete koranore se e tërë jeta jonë është provë, me na provu se çysh po sillemi në vështirësi dhe çysh po sillemi në begatit Allahu subhanahu wa taala. Andaj sabër është edhe ndaj fatkeqësive, edhe ndaj sprovave, ama sabër është edhe me dhënë. Po sabër është edhe me shumë fal sabon, sabër është edhe me agjeru, sabër është edhe me këshir babën në nënën kur të plakën ata e ka pak nuk mojnë mene, ka pak harrojnë, ka pak gabojnë, këtë këto i kanë. Se kur janë të furë, vëlloj, tonë në regull është, krejt i kina në regull me prind muhabetet kur ata janë të furë. Bili me pasat në e penzion, atë sështë asë në telash, amo kur ata nuk din, kur ata janë pa aftë, kur ata ti du të mjëdhon me dorë, me ushqyë e kështu me radhë, e sabrët të tjera të shumë të cilat gjatë jetës tonë Allahu subhanahu wa taala na e kanë zirë për me na provu se cili për neve liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, me ju patët Allahu xhaleshanu cili po bani punë më të mira. Andaj sabri është raporti i dytë ose adresa e dytë e kërkimit të lumturisë. Dhe e treta vëllezër ndëru, e që shumë e rëndësishme gjatë jetës është idha adhna bistaghfar. Kur bën gjuna, kërkon falje Allahu subhanahu wa taala. Qëra të gjunojnë duhet me majt jo 3-4 minuta. Po për gjunojnë duhet me majt një ligjërate, duhet me majt një seminare, duhet me majt një javë derse, duhet me majt një muj derse, banë të bindu vëllezër. Nuk kemi me pas mundësi me rregullu raportet tona me Allahun derisa nuk e kuptojmë shëmtimin e gjunahit. Gjunahi a përban problem për neve. Gjunahi është problem. Mendoj se gjunahi na nuk e kem problem. Na nuk e kemi ngrit gjunahin në nivelin e alarmit. Me bën një gjuna, edhe tash ai më na shqetësu, mos më na lë rahat, mos më na lë qet, mos më na lë me flajt, mos më na hongër buka, mos më na punu për shkak se kena bën një gjuna. A çat gjuna, çaj gjuna, na e ka prish raportet me Allahun subhanahu wa taala. Andaj ilaçi i gjunahit është kërkimi i falës. Pse? Sepse nuk të lën më u normalizu gjunahi. Allahu subhanahu wa taala nuk ka kërku për neve mos me bën gjunahe, ama ka kërku mos më normalizu gjunahi. Çfarë do gjunahi që tjetë, mos më bën normal, sepse në momentin që arrin gjunahi më bën normal, na kena bashkëjetu me ta, ai nuk na sjell tek pendimi, nuk na çon tek alarmimi dhe ai shkon duke u vendosur, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, sahabët jo kur ka thonë edhe për gjunahet e gjuhës kena më u dënua. Ka thonë a gjuhen njerëzit në zjarr xhenemit për diçka tjetër për shkak të gjunaheve, gjuhës është një prej gjunaheve. Andaj shpejtimi në kërkimin e falës ndaj gjunaheve është adresa e gjunaheve. Nëse i marrim këtë në vëllezër jetën tonë, këtë çka ka jetën tonë, prej sot, çdo ditë jetës që kalojmë, mundohu me e qit në njënën prej këtyre trijave. Nuk kalon besimtari në një gjendje tjetër përveç se njënën prej këtyre tri gjendjeve. Ose kime koni begatum që duhet me falendru Allahun dhe me i përdor që Allahu ka dhënë të mirat, ose kime koj sprovum që duhet me bëj sabër, duhet me bëj durim, ose kime koni gjëna pas cilë duhet me kërku falje Allahu subhanahu wa taala, përmes saj besimtari ka arrit me gjetë lumturinë e tij pavarësisht situatës edhe gjendjes në jetën e tij në të cilën ai jeton. Lutë Allahu subhanahu wa taala të na bëj të lumtur e të na mundsoj ta kërkojmë lumturinë aty ku Allahu subhanahu wa taala ka thënë qulu qabla hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiru innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya lahu. Ba'd. Të nderuar vëllezër. Në pjesën e dytë të kësaj hutbe me këto pak minuta që do të mundohem që të mos e zgjas shumë,
Fillimisht shpreh kënaqësinë që jam mesin ju, lutem Allahun subhanahu wa taala t'ju jap begati, t'ju jap mira, t'u ashtoj bereqetit juve dhe familjeve t'juve, t'ju jap bereqet edhe në organizimin që e keni. Ju dini se ky vend, ky xhami është për vendeve të cilën shumë për vendeve që i vizitojmë besojmë dhe kemi një bindje se për vendeve të veçanta, Allah subhanahu wa taala ka hedhur bereqet të madh. Runat bereqet, runat afërsi, runat harmoni, sepse ato janë të jashtëzakonshme dhe janë tepër të rëndësishme në rrugtimin tonë të përbashkët. Realisht ne sot jemi edhe me 28 nëntor, një datë e cila shënon për neve një përpjekje të madhe të popullit tonë për liri, përpjekje të madhe të popullit tonë për pavarësi, përpjekje të madhe të popullit tonë që të jepet mundësia secilit të jetojë si i lirë, të besojë i lirë dhe të adhurojë Allahun subhanahu wa taala i lirë. Data të tilla vëllezër nderuar, nuk guxojnë për neve me na kalu në harresën e historisë, në harresën e përpjekjeve të popullit tonë, e mbi të gjitha emëruesi përbashkët i secilës datë historike që ne kalojmë duhet të jetë një. Sakrifica jonë për vendin. Cila është sakrifica jonë për atëdheun tonë? Cila është sakrifica jonë për vendin tonë? Cila është sakrifica jonë për popullin tonë? Cila është sakrifica jonë mbi të gjitha për rrugën e harmonisë, edhe të afërsisë, edhe të bashkimit tonë si popull. Banu të bindur vëllezër nderuar, se ashtu që kemi argumente të pafundme të fesë që na tregojnë se bashkimi është mëshirë dhe ndamja është azab, është dënim pe Allahut subhanahu wa taala, lutem Allahun në matë që momente të tilla të na bojnë nga ata të cilët ne ofrojmë me njëri tjetrin, bashkohemi me njëri tjetrin, e kuptojmë sakrificën e atyre që kanë bërë, po pse jo edhe një lloj prove e jona se ç'kemi të bëna për fe, ç'kemi të bëna për atë, ç'kemi të bëna për afërsi me njëri tjetrin, e u pudu me përbyll këtë që kanë dy vllazni, tha edhe u mos që në zveti diçka, jetima ata, quhet njëri edhe i bjen shuplak njënët për atyne jetimave. Po, tha, janë nisi me kajt edhe ai tjetri. Janë nisi me kajt edhe ai tjetri. Edhe tash ky po çuditet, mingja babgjyshja po shkon. Tha, ty që ta hina piti që po kon. Tha, po ti tjetri pse po kon? Tha, qore na jena vllazni. Na ka pak me zveti, mua s'ka pak. Tha, po në raport me tjerë, na kajna për njënë tjetrin. Allahu na mundsoft që në raport me tjerë, na me kaj për njënë tjetrin, me dash njënë tjetrin, me ofru me njënë tjetrin, sepse ta ofru me të bashku, na dënë Allahu subhanahu wa ta'ala, e pastaj zbashku, derisa të mërim të portat e xhenetit, Allahu na mundsoft të gjithëve. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون